E kështu shikuesdashur, jemi në sezonën e mbjelljeve pranverore. Tashmë po mbillen të gjitha fidanet e perimeve. Siç po shihni këtu prej pamjes mbrapa meje, jemi në një baranatore bujqësore ku bashkë me agronomin në këtë baranatore do t'hy brenda do t'i marrim të gjitha mjetet që na duhen për një mbjellje adekuate të fidaneve e pastaj do të udhtojmë drejt njërin nga fshatra këtu në qytetin e Mitrovicës ku edhe do të praktikojmë mbjelljen adekuate të perimeve. Po për më tepër ju ftoj që ta ndiqni. Na sot kemi ardhur që bashkërisht me ty kemi me bëu edhe mbjelljen e fidane, po kemi me tregu produktet që i marrim prej një baranatore bujqësore, të cilat na duhen. Si gjithmonë. Kryesisht para se me fillu me mbjelljen e fidaneve, nevojitet domethënë një përgatitje mirë e tokës. Toka le të jetë më shpejt ajrosje për parandalimin domethënë të sëmundjeve, parandalimin e bllokimit të sistemit rrënjor si pasojë domethënë ujit tepër tek sistemi rrënjor. Edhe mos atyra agroteknike që paka shumë mjevik, domethënë kimisë. Normalisht. Po mjetet e punës cilat na duhen? Nëse parapraktikisht nuk ka domethënë mjete mekanizëm bujqësor, nëse nuk është levru, domethënë me mekanizëm bujqësor traktores makineri tron, na mundna me pyet domethënë një demonstrim të thjeshtë edhe me mjete punës tradicionale. Shati, lepat, përdore domethënë molqizi për parandalimin e barojave që mos mi bëjë konkurrencë bimës që i kemi në kultivu, sistemin e ujitjes pik-pik, e dim efektivitetin e tij qoftë në jitje, qoftë në përqindje të ujit. Na më vonë kena mi shpigu se cilën, sepse kemi bë praktikisht mbjelljen, mirë po të shkojmë edhe ti grumbullojmë krejt çto mjete që na duhen. Tash momentalisht jemi në fidanishte. Okej. Ku kemi marrë një fidan domotës apo të spetit për me demonstru që bëni një mbjellje adekuate të fidanave perimeve. Okej, tash ti marrëm të dy apart, shkojmë jashtë edhe e demonstrojmë në mbjelljen. Toka vetë është përpunu pak me mekanizëm bujqësor, paraprakisht. Është rëndësishme para mbjelljes finale me ushtru mulçi, për shkak të eliminimit të barojave dëmshme. Po na po demonstrojmë domethënë vetëm fidanet e para që do të më qeni fidan, çka do të më evitu gjatë mbjelljes. Mirë po, me qenë se të jemi agronom, kena këtë profesion. Pja shpjegojnë njëherë publikut përpara për krejt ata që këto fidane na i kemi domethënë në sasi të vogël. Po krejt ata që dojnë me ndërtu, me thonë ashtu një plantacion të madh, nëse kisha mujt me e qujt për plot me bimë. Gjithmonë çka ju preferoj, ndoshta për gjanat e para që do të mi bësh, mi bëj analizat e tokës. Po. Praktikisht me ditë çfarë tipi tokës kemi dhe me çka kemi të pasur. Analizat e tokës janë një etike për kultivimin e kulturave, jo vetëm të perimit, po edhe kulturave tjera bujqësore. Zakonisht me çka i preferoni me plehnu para mbjelljes? Para mbjelljes ne preferojmë plerin bazë me MPK, ple granular, azot fosfor kalium, se po shprehim pak në tema profesional, po tash formulime ndryshme variojnë bazë edhe të vetive tokës që kemi marrë prej analizave. Ka formulime ndryshme në treg, ka produkte, ka plera, domethënë të gjitha llojet e plera mund është një gjë në treg. Është mjaft i pasur me plera. Në vërtetë e kemi edhe natë? Po, e kemi marrë ta për demonstrim. Kjo është ple MPK ultra kompleks me
Edhe nëse po na i shohin këto mjete Po. të punës, ne kemi vetëm sa për Vetëm sa për demonstrim, po. Për krejt publikun, tashmë bujësia është modernizuar. Modernizu, po. Edhe thuja gjithë pjesa kryhet në një formë teknologjike, mekanike dhe jo më në mënyrë manuale. Manuale, çish po bëjmë. Është vetëm sa për demonstrim se çka na duhet. Cili është procesi i parë që kemi me bë tash? Procesi i parë kemi përpunimin e tokës, me bë gati tokën për mbjellje, vendosin e fidanit edhe ujitjen. A shkojmë edhe demonstrojmë? Po. Unë fillimisht po e bëj ujitjen. Po. Pak tipi tokës është i tillë që mjafton pak dorëzë me diell dhe e kap një forcatësie. Zakonisht të Mitrovica, çfarë tipi tokës ka? Kryesisht tokë të na e thonë sponit, pak tokë pak më argjilore. Shifet edhe pejgurë. Po vrejet domethënë edhe struktura që është bë. Tash shkojmë edhe bëjmë hapjen. Po. Nuk mja fidane ti ndojmë. Falë se S'ka problem. Nafta mirë, nuk i kina dhe bashkët e popë, që nuk i posë, po me këto që na qëllu. Farë zakonisht preferohet jetë gropa e hapur. Faktikisht fidanet, tash me teknologjitë e reja të kimik, fidanive rënjshveshura. Po punojmë kryesisht fidane me rënjshveshur, prej moduleve. Teknologjia e fidaneve rënjshveshur ka takon të kaluar, se ka domethënë mangësitë e veta që krejt i dim. Ju përshtatje mirë me tokën, dëmtimi sistemit rënjor gjatë ndamjes, ngjecje, rritje e tjera. Te këto fidanet, këto i kemi fidane rënjveshur. Te kjo domethënë gjatë mbjellet nuk dëmtohet sistemi rënjor as çime thithse. Preferohet gjitha fidanet perimore më mbjell domethënë kësaj lloji. Ky sistemi i rënjor është shumë i ndihshëm këtë fazë realisht. Sidomos çimet thithse janë shumë ndihshme. Edhe zakonisht çka bëjnë fermerët me pas një kujdes. Me pas një kujdes, po zakonisht këto që janë prej moduleve nuk dëmtohen. Është shumë e lehtë me mbjell dhe lidhet shumë shpejt me tokën. Zakonisht me çfarë gjatësie preferohet të jenë gropat? Që janë mbjellën në fushë të hapur. Po nuk mbjellën shëtëllësi shumë të mëdha tash, për centimetra në po me thonë, po. Por realisht është një gisht mbi qafën e rënjes. Tek domati dhe tek atravetit. Tek specie preferojnë domethënë nivel të humusit që ka në modulet e nevazha. E bëjmë përzierjen me plehun para se me i fut? Po. Plerimi bazë bëhet para mbjelljes. Mund të më hedh këtë sipërfaqe, mund të më hedh në rendin që kemi këtu. Ama në sasi ju të morë. Pastaj fillojmë me plerin proporcional për plera kristalore. Në për plera kristalore, shkoj edhe bëjmë demonstrimin. Po punoj pa mjete mbrojtëse, po kemi vetëm si për demonstrim.